بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falënderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Mirësitë, bekimet, mëshira e Tij qoftë mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu të lutem që të jemi prej atyre njerëzve për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen, takohen, tubohen për hir të Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmend Zotin, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e siç janë në tokë, Zoti i Madh i përmend atje ku është ai, e kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë tret nga qielli, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjitha të këqijat që i keni pas, Zoti u ka kthyer në sevape, qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit, që të marrim këto mirësi dhe begati të Zotit, po edhe që gjunahet tona të na kthehen në sevape dhe në shpërblime. Amin. Ne kemi thënë që do të ndalemi në këto ligjërata inshallah taala me mrekullitë që Zoti i Madh Allahu i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si argumenta, si ngjarje të jashtëzakonshme, jashtë çdo lloj mundësie për të ndodhur në jetën normale, që Zoti i Madh u jep pejgamberëve dhe profetëve si argument, sfidë dhe mrekulli për të vërtetuar se këta njerëz nuk e kishin këtë që po thojshin e po bëjshin, këtë gjë që e predikonin, nuk është se e kishin nga vetja e tyre, po e kishin nga i Madhi Zot, pra ishin të urdhëruar, të orientuar nga i Madhi Zot. Për këtë arsye Allahu xhelaluhu ju jepte profetëve dhe pejgamberëve mrekulli. Ndër profetët që ka pas më shumë mrekulli ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka pas dhe ngjarje të jashtëzakonshme para se me qenë pejgamber, por se këto faktikisht nuk futen tek përkufizimi, si më thënë terminologjik i fjalës mrekulli, futen tek irhasat, pra si më thënë shenja dhe sinjale të profecisë. Siç kemi përmend ne për shembull, javën e kaluar çarjen e gjoksit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo dalja e dritës nga trupi i nënës tij në momentin që ai lindi dhe erdhi në jetën e kësaj bote. Sot do të ndalim inshallah taala në disa mrekulli të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër këto mrekulli, që ndoshta e prekëm pak javën e kaluar, po nuk ndejtëm të, është bekimi që i Madhi Zot Allahu lëshoi mbi nënën e tij të gjirit, Halime Saadijen, kur e mori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Halime Saadia tregon, thot, isha në një deve tepër të lodhur, kur shkuam në Mekë bashkë me gratë e zonës tonë, si më thënë. E si pasoj, Halimja arrin e fundit, çfarë bonin gratë që vinin nga fshati, pyesnin në qytet, kanë lind fëmijë, edhe i merreshin fëmijët e qytetit, i çojshin në fshat. Për t'i rrit, për t'i edukuar, për t'i ushqyer mirë, kundrejt një pagese. Duke qenë se Halime Saadia vjen e fundit, ato gratë, si më thonë, kishin shëtit, kishin gjetë familjet më të pasura, dhe nuk kishte ngel vetëm se një jetim. Dhe Halimja e vendosi që s'do merrte, sepse pagesa ishte shumë e lirë. Si më thonë, nuk ja vlente barra qeran. Mirë po, tha me veten e vet, po në rrugën e bëra, erdha se erdha, fëmijët i kam qumësht për shtaten. Kështu që mos me dalë bosh, po e marr. Dhe shkon dhe e merr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Halime Saadia, në momentin që e mora, dhe ram dakord për një qera, deveja ime arriti e para. Thot, bereqe, si më thonë, të mbjellat, bari,
kullotat 2 fish, se më thonë ishin të 2 fishuara, dhe bagtit jepnin më shumë qumësh se sa që jepnin zakonisht. Për këtë arsye, kur mbushi 2 vjeçarin, shkoi Halimja dhe boni propozimin për një 2 vjeçar të dytë. Dhe kur ndodhi historia e çarjes gjoksit, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Halimja radiallahu anha, sepse ajo më vonë ka pranuar Islamin, ka histori se ka pranuar Islamin, e ktheu fëmin, nga që nuk e kishin konceptin e mrekullive gjërat, tha çka ka ndodhur, mund të jetë ndaj fis që ja ka me të keq këtyre, mund të jetë punë goditje gjindësh, nuk kishte koncepti, dhe e ktheu fëmin tek familja e vet, dhe ka qenë nga deri i Zotit, që pejgamberi sa sem trinte edhe 2 vjet të tjera me nonën e tij, sepse nona e tij Amineja ka ndruar jetë në moshën kur pejgamberi sa sem ka qenë 6 vjeç. Për të ndalur një tjetër mrekulli të pejgamberit sa sem që ka të bëjë prapë me çarjen e gjoksit. Natën e Isras dhe Miraxhit. Pejgamberi sa sem natën e Isras dhe Miraxhit, do e kemi sot mrekullinë e Isras dhe Miraxhit, do të përballej me një botë që është botë gajbi, dhe me një fuqi dhe me një energji të papërballueshme nga njeriu normal. Për këtë arsye tregohet në hadithin e saktë, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, natën e Isras dhe Miraxhit u çel çatia e shtëpisë ku po flesha në të, dhe zbriti prej çatije ose prej nga lart, pas zbriti Xhibrili alayhi salatu wassalam, i cili kishte me vete një enë floriri të mbushur me urtësi dhe besim. Në rastin e çarjes gjoksit të mbushur me ujë zemzemi. Pra herën e parë është larë me ujë zemzemi. Herën e dytë thot të mbushur me besim dhe me urtësi. E derdhi atë mbi gjoksin tim, pra ishte çarë gjoksi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj ma mbylli gjoksin. Kjo është çarja e dytë e gjoksit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër mrekullitë që i ka dhënë Zoti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çarja e hënës. I është çarë hëna në 2 pjesë. Dhe këtë e ka përmend Zoti në Kur'an, kur thot Allahu xhalla xhelaluhu, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, po ka dhe një transmetim në lidhje me këtë ngjarje që do e shohim inshallahu taala. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu tregon dhe thot, banorët e Mekës kërkuan për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jepte një mrekulli. Kjo historia e kërkimit të mrekullive ka qenë në natyrën e tyre e shpeshtë. Për këtë arsye i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu jo gjithmonë një përgjigje. I jepte mrekulli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po jo si mbas kërkesës tyre, sepse kur një popull kërkon mrekulli dhe i vjen mrekullia dhe pastaj e mohojnë, atëherë bëhet kjo sebeb që t'ju afrohet dënimi i Zotit. Anas ibn Malik thot, banorët e Mekës i kërkuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një mrekulli. E Zoti i dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mrekullinë e çarjes së hënës. Thot Anas ibn Malik thot, u nda hëna në 2 pjesë, gjysma e saj në një anë të malit dhe gjysma tjetër në një anë të malit. Dhe ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishhedu, dëshmoni. Ata thanë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka bërë magji. Nëse neve na ka bërë magji, nuk mund t'i bëj magji gjithë botës. Kështu që do të presim kur të vinë tregtarët nga larg, edhe do t'i pyesim a e kanë parë ata të njëjtën gjë, sepse është e pamundur që të ketë mundësi të i bëj magji gjithë botës. Tregon Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kur erdhën thot tregtarët mbas afërsisht 1 muaji, i pyetën, a e keni parë ju që është çarë në një natë hëna në 2 pjesë? Ata thanë po.
e kemi parë që është qarë hëna në 2 pjesë. Ata thanë, e po magji si kjo s'mendohet të jetë magjia e tij kaq e fuqishme që të ndikojë në të gjithë botën ose të preki gjithë botën, dhe thanë hadha sihrun mustatir, magji me efekt të jashtëzakonshëm të përbotshëm. Pra siç e thash dhe ka përmendur Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an. Këtu kemi një mesele për trajtuar. Ne e besojmë se ka thënë Zoti në Kur'an, s'ka dyshim, është transmetuar në hadithe të sakta, s'ka dyshim. Dhe lind një pyetje këtu që thotë, po mirë, si nuk është regjistruar kjo gjëja? Pra që thuhet filan ditë, në filan orë ka ndodhur kjo gjëja, shumë gjëra që kanë ndodhur në botë janë regjistruar dhe kjo gjëja nuk është regjistruar. Që me qenë si argument dhe si fakt. Përgjigja këtu vjen në dy momente. Momenti i parë, ne quhemi besimtarë se besojmë çfarë ka thënë Zoti dhe pejgamberi alayhis salam. Dhe nuk kemi nevojë për çfarë thotë Zoti dhe pejgamberi alayhis salam të kemi një dëshmi të shkruar diku. Sepse i bie për shumë gjëra që ne besojmë, duhet gjeshim patjetër një dëshmi se është thënë diku. E dyta, ne bëhet fjalë para 1500 vjetësh. Bëhet fjalë natën. Dhe nuk është të thënë që patjetër ke tërhequr vëmendjen e dikujt apo jo. Një gjë do ta tregoj nga historia ime e hutbeve të xumas. Kur kemi folë një herë, bëhet fjalë ndoshta para 20 vjetësh. Ka qenë hutbë xumaje për Isran dhe Miraxhin. Dhe folon për Isran dhe Miraxhin, mrekullia e Isras dhe Miraxhit e tjera tjera. Kur ka mbaruar hutbën e xumas, nga që e maj me sinqaret nga bo përshtypje, një hoxh, si më thonë thirrës nga këta vëllezërit e Indis, e njifti besoj si ka emrin, ndoshta në vjen emri tani. Kur marrën hutbën e xumas, më tha mua, them diçka. Po i thash, sa i flisë shqipen kështu. Çal, mirë po flisim arabisht. Tha, fole për Isran dhe fole për çarjen e hënës. Po i thashëm. Fola për çarjen e hënës. Tha, në X kështjell në filan vend të Indis është ngrit një kala në atë kohë. Dhe në një nga gurët e themelit kalas thuhet, ky gur është vendosur natën që është çar hëna në 2 pjesë. E kam treguar edhe herë tjetër këtë. Po ideja është, domethënë, nuk është kusht, domethënë që patjetër duhet të jetë dëshmuar apo patjetër duhet të jetë para apo patjetër duhet të jetë regjistruar. Ne besojmë siç e ka thënë Allahu xhalla xhelalu dhe siç e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe faktikisht Imam Nawawiu, Qurtubiu, Ibn Hajeri kanë dhënë përgjigje, Khatabiu kanë dhënë përgjigje interesante në lidhje me këtë fakt, domethënë pse është regjistruar apo nuk është regjistruar. Megjithatë prap ne ecim me atë besimin në ghaib, pra ne elhamdulillah jemi besimtar në atë që ka thënë Zoti, edhe në atë që është transmetuar dhe nuk na bën fort përshtypje kjo pjesë. Jo po është thonë që kur kanë pa honën, kanë pa i kanal mes të honës, qaj kanale apo nuk qaj kanale, do thonë nuk është se neve na e rrit imanin apo besimin. Pra ne e kemi besimin ton të ndërtuar mbi ghaibin. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që e besojnë të fshehtën, të padukshmen, të paparën. Kështu që nuk duhet ngjalli, si më thon, dyshim kjo në zemrat tona, sepse a është regjistruar diku tjetër kjo gjëja përveç se në librat islam apo jo. Ne vazhdojmë me qetësinë tonë dhe besimin dhe sigurinë tonë. Një mrekulli tjetër që e dinë pothuajse të gjithë muslimanët dhe që është një nga mrekullit më të mëdha që Zoti i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbas Kur'anit famëlart. Pra Kur'ani famëlart është mrekullia që më thënë nuk shuhet, mbetet e do të jetë deri në ditën e Kiametit dhe Allahu e ka lënë në dorën e çdo besimtari që ta përdori. Kemi një mrekulli tjetër të dytë që është e dyta mbas asaj është mrekullia e Isras dhe Miraxhit. Dhe shumica e muslimanëve e dinë, domethënë mbi mrekullinë e Isras
dhe mrekullinë e Mi'rajit. Mrekullia e Isras dhe Mi'rajit, siç e shihni, ka dy fjalë, Isra dhe Mi'raj. Isra, ecja në tokë, Mi'raj është ngjitja në qiell. Pra i kanë ndodhur pejgamberit sa sem dy mrekulli njëkohësisht, një mrekulli që ka ardhur nga Mekka në Quds, Zoti e shiroft dhe e ktheft në duart e muslimanëve, dhe nga Qudsi është ngjit për tek i madhi Zot, tek Allahu xhalla xhelalu. Po e përmendim shkurtimisht ngjarjen. Pra, ka qenë pejgamberi sa sem në gjumë tek shtëpia e Muhanit. Dhe aty është çarë, siç e tha hadithi që përmendëm pak më përpara, tavani, pra është hapur, ka zbrit Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe me vete thot kishte një enë floriri e mbushur me iman dhe me urtësi, sepse do të përballet pejgamberi sa me gjëra që nuk i përballon syni i zakonshëm. Siç e tha Zoti në surën e Nejm, ma zaga al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Syni nuk devijoi dhe mendja nuk lajthiti, ai pa prej mrekullive të Zotit madhështore. Pra vetëm me llogarit faktin që e ka parë Xhibrilin për herë të dytë në formën e tij origjinale, që dy herë është paraqit gjithsejt. E rëndësishme. Jam mbyll gjoksin, thotë Xhibrili alayhi salatu wasalam i shfaqet me një kafsh, le të themi kështu, që ishte më i madh se gomari, më vogël se sa mushka. Ku i shihte syni, i shkelte putra ose këmba ose vinte këmbën, dhe ja afron pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hipen mbi të dhe lëvizin bashkë me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Atje pastaj takohet me të gjithë pejgamberët e Zotit, fal namaz 2 rekat me të gjithë pejgamberët e Zotit dhe imam bëhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e lidh pastaj burakun, kjo quhej burak, ku i shite syni i shkelte këmba, e lidh aty, domethënë afër tempullit, dhe nga aty pastaj ngjitet me Xhibrilin alayhi salatu wasalam dhe kalon qiellin e parë, takon Ademin alayhi salatu wasalam, qiellin e dytë takon Jahjan alayhi salam edhe Jahjan edhe Isan alayhi salatu wasalam, në qiellin e tretë takon Jusufin alayhi salatu wasalam, qiellin e katërt takon Idrisin alayhi salatu wasalam, qiellin e pestë takon Musën alayhi salatu wasalam, që tham Musën, po pastaj takon për mos të ngatroj. Qiellin e parë Ademin alayhi salatu wasalam, qiellin e dytë takon Jahjan edhe Isain alayhi salatu wasalam, qiellin e tretë takon Jusufin alayhi salatu wasalam, qiellin e katërt takon Idrisin alayhi salatu wasalam, qiellin e pestë takon Musën alayhi salatu wasalam, qiellin e gjashtë takon Harunin alayhi salatu wasalam, qiellin e shtatë takon Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Megjithatë sigurohemi në hadith atëherë në qiellin e parë Ademin alayhi salatu wasalam, në qiellin e dytë Jahja edhe Isa alayhi salatu wasalam, në qiellin e tretë Jusufi alayhi salatu wasalam, në qiellin e katërt Idrisa alayhi salatu wasalam, në qiellin e pestë Haruni alayhi salatu wasalam, po. Qiellin e pestë Haruni alayhi salatu wasalam, në qiellin e gjashtë ishte Musa alayhi salatu wasalam dhe në qiellin e shtatë Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Okej. Ne ngatrum Musain me Harunin. Dhe pastaj
pejgamberi sa është ngjit në një kufi që quhet Sidratul Muntaha. Mbas kësaj pejgamberi sa ka kaluar vetëm pa shoqërimin e Xhibrilit alayhi salatu wasalam derisa është ngjit tek perdja e dritës. Pra një perde drite, nuri, mbas perdes i madhi Zot Allahu xhel xhelalu dhe këtej perdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe aty pejgamberi sa është urdhëruar për 50 namazë në ditë, derisa është kthyer tek Musa alayhi salatu wasalam, i ka thënë lutju Zotit që ta lehtësoj, e ka zbrit çdo vajtëardhje 5 namazë, derisa ka shkuar tek 5 namazë. Pra ka shku 50, 45, 40, 35, 30, 25, derisa ka shku tek 5 namazët. Kur ka shku tek 5 namazët, i ka thënë Allahu xhel xhelalu pejgamberit alayhi salatu wasalam, këto janë 5 namazë, sa për 50 fjala ime nuk ndryshon më. Kur erdhi tek Musa alayhi salam i tha, shko dhe herë tek Zoti dhe kërkoj ta lehtësoj. I tha pejgamberi sa jo, se Zoti tha, kjo është fjala ime e fundit, 5 sa për 50. Nuk ndryshon më fjala ime. Në natën e Isras dhe Mirajit, pejgamberi sa ka parë disa gjëra, ka njoftuar, do të thonë se ka parë disa gjëra, ka parë xhenetin, ka parë xhenemin, ka parë mbikëqyrësin e xhenetit, ka parë mbikëqyrësin e xhenemit, ka parë 2 lista tek Ademi alayhi salatu wasalam, kur u ngjit që u taku me Ademin alayhi salam, thot pash një listë në krahun e tij të djathtë, një listë në krahun e tij të majt, lista e xhenetlive dhe lista e xhenemlive. I është paraqit nga ana e Xhibrilit alayhi salatu wasalam vera edhe qumshti, pejgamberi sa me orientimin e Xhibrilit ka zgjedh qumshtin dhe ka thënë Xhibrili alayhi salam zgjodhe natyrshmërinë. Po të kishe zgjedhur verën, do të ishe mbytur ymmeti yt. Pastaj pejgamberi sa në kthim ka parë Musën alayhi salatu wasalam në varrin e tij duke u falur dhe pastaj gjatë kthimit ka parë karvanin Kureshit duke u kthyer dhe një nga devet e karvanit Kureshit rrëzohet, thyen këmbën dhe i pari karvanit e therr dhe pejgamberi sa kalon dhe kthehet në Mekë. Ktu fillon sprova për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhi në Mekë, gjëja e parë që bëri mëngjes tregoi se çfarë ka ndodhur. Ata fillon të tallën edhe më shumë. Si i thoshin ke qena, po si shkove, si erdhe. Po me çfarë shkove, si erdhe. Ora mos ke qenë ëndër, i thoshin. Mos ke pa ëndra. Dhe këtu vjen mrekullia tjetër që e sprovun dhe i than, nëse ti ke qenë me të vërtet në Quds, në Jeruzalem, atëherë i than, e ke parë tempullin? Tha ky po, kam qenë aty mrena. Mirë, i than ata, këtu vjen mrekullia tjetër. I than, na trego si është. Po pejgamberi sa ishte natën. S'kishte fiksuar asgjë nga detajet e tempullit. Thot pejgamberi sa jam ndier shumë keq, sepse tani po e provokojshin. I than, sa dritare ka krahun e lindjes? Sa kandila ka nga krahu X? Si ka dyrët? Pejgamberi sa tha prisni dhe Xhibrili alayhi salatu wasalam janë nxjerr faltoren e Kudsit para syve, ata bëshin pyetje thot, ndërsa unë i përgjigjesha, sepse ma rrotullonte Xhibrili alayhi salatu wasalam sipas pyetjeve të tyre. Sipas pyetjeve të tyre. Pra siç ja bëshin ato pyetjet, ata pastaj than historia ose ngjarja e Ebu Bekrit. Në ka ardhur gurin në dorë që ne ta shkëpusim një herë për gjithmonë Ebu Bekrin prej tij. Dhe shkon një grup prej tyre tek Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thon, o Ebu Bekër, a e di ti se çfarë thot shoku jot? Tha Ebu Bekri, se di. Si ishte mëngjes, ishte herët.
Tha i shoku jo, thot, pretendon se në një natë ka shku, thot, Kuds, është gjithë në qiell, ka taku pejgamber, është fal me pejgamber, ka pa xhenet, ka pa xhenem. Edhe pa ka ardhur prap gjallë, thot. Tani Ebu Bekri mendoi se këto po tallen. Në shpik në gjohë, edhe po tallen me pejgamberin alayhis salam. Ebu Bekri radiallahu anhu tha, in kana qalaha faqad sadaq. Tha, po e pa të thonë, ai ka thonë të vërtetën. Pastaj vjen dhe vetë Ebu Bekri dhe ja vërteton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe Ebu Bekri ishte në rregull. Nga ky moment Ebu Bekri radiallahu ta'ala mori titullin As-Siddiq. Pra si më thënë, besuesi pa argument. Mjafton, a ka thënë, a jeni dëshmitar që ka thënë, ose i sinqerti mund të përkthehet, ose i vërteti, ose i drejti, nuk ka problem se si mund të përshtatet fjala Siddiq, e rëndësishme është fitoj një titull që është titull shumë i vështirë për të fituar. Dhe kjo ishte mrekullia e radhës, pra Israja dhe Miraxhi, normalisht që tek mrekullia e Isra's dhe Miraxhit ka diçka që është bot gajbi aty. Do thonë, aty është momenti i dorëzimit o vëllezër, sepse ti ke të bësh me të gjithë pejgamberët prezantojnë. Dhe bëhet imam për ta kush? Pejgamberi alayhis salam. Madje tregon Musa alayhis salam thotë ishte si filonin në mesin ton, Isa alayhis salam është si filonin në mesin ton, ndërsa më shumë se çdo njeri tjetër Ibrahimit i ngjaj unë, pra i ka taku, e kanë taku. Tani çfarë ndodh? Shif tani ku është pozicioni i ghaibit me botën reale. Është taku me pejgamberët. Musa alayhis salam ku ishte? Në cilin qiell? Qiellin e 6. Apo jo? Musa alayhis salam kur po u kthente ku ishte? Te varri duke u fal. Musa alayhis salam ku ishte kur ishte ky në Kuds? Mas ti si xhamat. Jusufi alayhis salam ku e ka varrin? Palestinë. Ku ishte? Në qiell tret. Ibrahim alayhis salam ku e ka varrin? Në Palestinë. Ku ishte? Qiell 7. Thot ishte i mbështet atje një shtëpi si qabja në tokë dhe i ftonte me lajket për të bërë haxhin e tyre. Çdo ditë futeshin aty 70.000 melek që përsëriteshin më nga dita e parë që Zoti ka krijuar qiellin dhe tokën. Ti vetëm llogarit me lajket e haxhit që merren vetëm me haxh, nga dita e parë që Zoti ka krijuar qiellin dhe tokën, deri në ditën e Kiametit janë 70.000 çdo ditë. Mos llogarit sa me lajke rrin vetëm duke thonë subhanallah, sa me lajke rrin vetëm duke thonë elhamdulillah, sa me lajke rrin duke thonë vetëm Allahu Ekber, sa me lajke janë kriju vetëm për këtë punë, pra ka me lajke që s'din tonë asnjë gjë tjetër përveç fjalës subhanallah. E madhojnë Allahun me subhanallah, të tjera me elhamdulillah, të tjera me Allahu Ekber, të tjera me la ilaha illallah, të tjera me subhanallah el-azim, të tjera me subhanallah wa bihamdihi, të tjera me la haula wala quwata illa billah, dhe të tjera me lloje dhikri që ne nuk i dim fare, që i di vetëm i madhi Zot Allahu, dhe të tjera që i rrin Zotit vetëm në kom, dhe të tjera që i rrin Zotit vetëm në ruku, që është nga dita e krijimit, jo për shembull çu një herë nga rukuja. Dhe me lajket e tjera që i rrin Zotit vetëm sejdë. Dhe me lajket që vinë vetëm bëjnë haxhin dhe s'përsëriten më. Kan puna e tyre vetëm është shkojnë bëjnë haxhin edhe s'përsëriten më. Mos më fol pastaj për me lajket e tjera, për këtë arsye ka thënë Zoti xhelalu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Numrin e ushtrive të Zotit nuk e din askush tjetër veç ti, e numrin e me lajkeve nuk e din faktikisht askush tjetër për Zotin xhelalu, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qielli kërcet, ke përsëri zhurma që bën dërrasa kur është e vjetër ose kur ka peshë të madhe, Atatis sema. Fjala atatis sema është kjo zhurma që lëshon dërrasa, e ke përsëri zhurmë karakteristike që kur ka i peshë ose diçka, dhe ka të drejtë që kërcet, si më thënë, sepse nuk ka në qiej 4 gishta bosh, vetëm se e mbushur me melajket e Zotit xhelexha. Çfarë desha të them? Ajo që desha të them është që pra gajbi është i pa interpretueshëm. Pra
pjesa e gajbit është e pa interpretueshme. Pra nuk mund ta interpretosh me botën reale sepse është dimension tjetër. Nëse njerëzimi sot mundohet të kopjojë këtë botën e gajbit me forma nga më të ndryshmet, mundohet me varet, me tele këto çfarë quhen këto. Mënyra se si shfaqet ju mund të jetë këtu, po mund shfaqet në shumë vende. Kot janë këto, s'krahasohen, po themi fjalë, po fuqia e të madhe e Zot, po madhështia e të madhe e Zot. Dhe ne gjithmonë themi, sado që zhvillohet shkenca dhe teknologjia, thjesht neve na e forcon edhe më shumë besimin në atë që çfarë mund të bëjë Zoti. Pra nëse njeriu mundohet edhe ecën përpara dhe arrin ku arrin, po fuqia e të madhe e Zotit e cila nuk ka kufi, nuk ka dyshim që është e pa imagjinueshme. Kështu që kjo pjesa e Isras dhe Mirazhit normalisht besohet si një e vërtetë e padiskutueshme, cilën ka përmend Allahu xhallahu xhelalu në Kur'an dhe ka është përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe është e padiskutueshme. Çfarë ka interesante që, domethënë, ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e Isras dhe Mirazhit. Për gjërave interesante që kanë ndodhur domethënë atë natë, është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parë ndëshkimin e disa mëkatarëve në ummetin e tij dhe i ka treguar më vonë. Atë natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka takuar profetët dhe ka bërë namaz, është bërë imam për gjithë pejgamberët. Është takuar me melekun e vdekjes dhe ka parë melekun e vdekjes. Është takuar, siç e thamë, me këto pejgamberët në çdo qiell. Ka parë mbikëqyrësin e xhenemit, Malikun, ka parë mbikëqyrësin e xhenetit, Ridwan, pra meleku që mbikëqyr xhenetin. Natën e Isras dhe Mirazhit ka ndodhur edhe një gjë interesante. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë kaloja pranë me lajkeve natën e Isras dhe të Mirazhit, më thojshin me lajket, ja Muhammed, mur ummeteke bil hijame. O Muhammed, urdhëroje ummetin tënd që të bëjnë hijame. Edhe kjo ka ndodhur natën e kujt, natën e Isras dhe Mirazhit. Natën e Isras dhe Mirazhit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parë lumin e Kautherit. Pra lumin e tij që është i veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Natën e Isras dhe Mirazhit ka parë Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu në xhenet. Ecte thot përpara meje dhe e pyeti, tha o pejgamberi i Zotit, sa herë që marr abdes ose pastrohem, fal 2 rekat. Atë natë ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vilën ose kështjellën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu në xhenet. Sa që i tha pash dhe pash thot shërbëtorë që lëviznin aty drejti. Desha të futem të shoh. Po më kujtove ti dhe xhelozia jote. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Omerit. Tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, po a për ty unë do të bëhem xheloz o pejgamberi i Zotit. Atë natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parë edhe parukieren e vajzës Firaunit. E keni parasysh historinë e parukierës së vajzës Firaunit, e cila po krehte gocën e Firaunit dhe i ra kryerin tokë. Ajo kur e mori kryerin, kështu instinktivisht i doli bismillah. Ke parasysh kur bën robën e punë me bismillah? Ajo i tha bismillah baba im, me emrin e Allahut ose me emrin e Zotit, më thënë. Tha baba im, jo i tha kjo, Zoti i babës tatë dhe Zoti i gjithçkaje. Si ka mundësi, i tha, ti të kesh Zot tjetër përveç babës tim, dhe i tregon goca t'jatit dhe urdhron Firaunit që ta djegin në vaj të vluar. Dhe që ajo tërhiqe nga feja e saj dhe besimi i saj, ja djegin fëmijët përpara.
thot, kur ja hidhshin fëmin në vajin e ndezur, në sekond dilshin kockat lart. Pra domthon tretej me njëherë trupi dhe kockat dilnin lart. Derisa erdhi koha për të hedhur fëmin e vogël të gjirit. Kur erdhi koha për të hedhur fëmin e gjirit, nëna pati një lloj stepje dhe foli fëmia nga gjiri dhe i tha, o nën hidhu. Çfarë ka ndodhur? Si është historia? Kur po ngjiteshin lart ngjën një aromë të mirë. I thot pejgamberi alayhis salam Xhibrilit, po kjo aroma çfarë është? Tha, është aroma e parukierës së gocës së Firaunit. Si është historia e saj dhe i tregoi historinë Xhibrili alayhi salatu wassalam. Ka parë, thot, natën e Isras dhe Mirajit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si dënohej në varr ai që theri deven e Salihut alayhi salatu wassalam. Ka parë natën e Isras dhe Mirajit ndëshkimin e atyre që hajnë kamatën ose interesat bankare që thohet në gjuhën më moderne. Ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e Isras dhe Mirajit ndëshkimin e ligjëruesve të cilët thojnë atë që nuk e veprojnë. Ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e Isras dhe Mirajit ndëshkimin e atyre që përgojojnë njerëzit. Ka parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e Isras dhe Mirajit Xhibrilin, siç e thamë edhe pak më përpara, në formën e tij origjinale. A e ka parë Zotin, Allahun xhallal xhelalu, kur është kthyer në tokë, e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thënë, "Hel ra'aita rabbak", a e pe Zotin atë natë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Nurun anna ara". Ishte një nur i madh, një dritë e madhe, nuk mund të shihja përtej dritës. Ose hadithi tjetër që thotë, mes Zotit dhe krijesave është një perde drite, sikur kjo perde të hiqet, ku mbaron shikimi i Zotit do të digjej gjithçka. Po mirë, kjo gjë pse nuk ndodh në botën tjetër? Sepse parametrat e botës tjetër është gjë tjetër. Në parametrat e kësaj bote nuk i reziston dot në këtë botë asgjë shikimit të Allahut. Dhe e kemi në Kur'an historinë e kujt? Historinë e Musait alayhis salam, i cili kërkoi prej Zotit ta shohë nga dashuria e madhe për Allahun xhallal xhelalu, sepse ka qenë i vetmi pejgamber që fliste me Zotin drejt për drejt. Dhe kur i la takimin Allahu xhallal xhelalu, që do të takohej me të, Musa alayhis salam, siç dihet nga historia, shkon para kohë 10 ditë. Kishte mall, zduronte. Dhe i kërkon Allahu xhallal xhelalu që ta shohë. I thot Zoti, më lën Terani, është e pamundur të më shohësh. E kur Musa alayhis salam insistoi me pa Allahun xhallal xhelalu, i tha Zoti, mirë, shiko malin atje. Nëse mali reziston, do të më shohësh. E kur ju shfaq, thot Zoti, malit, thuhet në për hadithe, nuk ju shfaq Zoti me tërësinë e tij, me gjithësinë e tij, po e shfaq, thot Allahu xhallal xhelalu malit sa maja e thojit të ndonjërit për jush. Mali u tret, Musës alayhis salam i rat fikët. Tha, o pejgamberi i Zotit, a e pe Zotin atë natë? Tha, perde, dritë ose nur, nuk mund të shihja për te i saj. Pra, ose hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thotë, "Lan taraw rabbakum hatta tamutu". Nuk mund ta shihni Zotin pa vdek. Pra, sa je në këtë botë është e pamundur me pa Zotin. Si komentohet që kanë njerëz për shembull që e shohin Allahun në ëndër. Pamja në ëndër nuk do thotë që duke e pa për i vërteti. E pamja në ëndër do thotë mesazh. Pa të paraqitet dikush si Allahu xhallal xhelalu. Pa i nuk është Allahu. Po është një mesazh që Zoti po ta jep nëse është një ëndër nga Allahu, nëse është ëndër nga Allahu, sa dhe kjo duhet parë. A është ëndër nga Allahu apo jo? Si interpretohet kur dikush shef Zotin në ëndër? Thot interpretohet si mas besimit të tij. Nëse besimi i njeriu është i fortë, e shën në formën më të mirë. Nëse besimi i njeriu është i dobët, e shën në formën më të keqe dhe më të dobët. Ama ai që ka parë njeriu në ëndër nuk është Allahu, nuk është Zoti.
po thjesht një mesazh me një paraqitje të tillë që ty faktikisht po tregohet imani edhe besimi jot. Ndër këto mrekullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ka ndodhur para se me qenë pejgamber, por ne po e quajmë mrekulli, është shoqërimi i res që i bonte hije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në udhëtimin e tij me xhaxhain e tij drejt Shamit në moshën 9 vjeçare. Xhaxhai vet e merrte gjithmonë me vete pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në një udhëtim që pati drejt Shamit, ta gjithmonë kur kaloshin afër Jordanis, qëndron tek një manastir. Aty në manastir, si më thon prifti, ju jepte ushqim kafshëve të tyre, i rehatonte dhe këta vazhdonin udhëtimin dhe kishin bërë, si më thon mik, kishin bërë shok. Atë ditë thot prifti shifte karavanin e arabëve që po vinte, po edhe një re që u rrinte pranë, që i shoqëronte. Kur vinë dhe afrohen dhe i lidhin kuajt, e lejnë djaloshin te kuajt, ndërsa këta të mëdhenj shkojnë si gjithmonë. Ju thot, a ka ngel njëri pa ardhur? Thonë të jo. Fëmijë i vogël, se llogarisin domethënë. Thaj, më rezulton se ka ngel një pa ardhur, se reja ishte atje, s'kishte ardhur reja këtej. I thanë ata, është një fëmijë i vogël, po ja tha, edhe atë e dua ta shoh. Sillni këtu. Këtu ka ndodhur ajo interesante që i thot, kush është baba i këtij fëmije? I thot Ebu Talibi, thot unë. Ai prifti hap syt kështu, thot, jo, thot, s'është e vërtet. Po këto ishin shok prej kohësh. Thot, s'është e vërtet. Si thot s'është e vërtet? Zgënjej. Jo, thot, po baba i këtij fëmije, thot, nuk duhet të jetë gjallë. Baba i këtij fëmije nuk duhet të jetë gjallë. I thotë Ebu Talibi, po, thot, është e vërtet. Unë jam xhaxhai i tij, po nga që e rris unë dhe kujdesem unë, jam si puna e babës. E po i tha, mos thuaj tha babait, apo thuaj xhaxhai që kujdesem për të. Prifti i hap këmishën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i shef nishanin mes shpatllave. Dhe i thot, këshilla ime për ty është që këtë fëmijën ta kthesh. Ju vazhdoni rrugën. I thaj, po pse? Tha, kam frikë, tha, se po ta shohin në Sham, mos e mbysin. Këta aut fare, nuk kuptun asnjë gjë, mirë po, duke qenë se ky ishte njëri i fesë, e kur fliste, kanë e kompetencë që flet, ja morën këshillën për bazë, njërin nga njerëzit e karvanit, bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kthyn mbrapsh. Nëse mani kur kemi marrë historinë e Siras, po, me të mbaru këta dhe nisen dhe ky kthehet, një grup ushtarësh vinë, kishin dalë në kërkim, sepse ylli i profetit fundit kishte dalë, dhe dëshin me ditë, ka gjë habere, apo s'ka habere. Dhe kur i nalon, kur shkojnë në manastir, ju thot ai, nëse m'jepni besën, se s'do ta kërkoni dhe do të rini me mua, ju tregoj ç'është e vërteta e tij. I thonë ato do të rinë me ty në manastir dhe nuk do të dalim më, vetëm na tregon të vërtetën, se ishte interesante. Dhe ju tregon. Thotë dhe kanë ndet me të dhe nuk janë kthyer më në pallatin mbretëror. Prej mrekullive që i ka dhënë Allahu xhallal xhelalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shembja e idhujve me shenjë. Ditën e shërimit të Mekës, pejgamberi sa nuk ka filluar me u gjujt, u ka bë me shenjë dhe janë shem edhe thyer të gjitha. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu ma tregon, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ditën e çrimit të Mekës u fut në Qabe dhe në Qabe ishin 360 idhuj. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte
në dorën e tij, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë e bënte me shenjë me dorën e tij dhe binin idhujt dhe thyeshin. Dhe në atë moment Allahu xhelalu i zbriti qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Qul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batilu wa ma yughib. Pra ajete ku Zoti tregon se erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota, erdhi e vërteta dhe e kota nuk do të kthehet më, nuk do të ketë më, si më thon, rikthim për të. Ndër këto mrekulli që i madhi Zot Allahu xhelalu i ka dhënë pejgamberit sa këto janë të shpërndarë se pastaj të gjitha janë të orientuara, është zëri i pejgamberit sa në haxh arrinte tek të gjithë haxhit. Pra ka pas momente gjatë ligjërimit pejgamberit sa në haxhin të mirës, fjala e tij shkonte kudo që kishte njerëz që kishin ardhur për haxh, jo në gjitha situatat. Ka pas raste që pejgamberi sa çdo 10 rrjeshta vendoste një person, i cili përsëriste fjalët e pejgamberit sa dhe ka pas raste siç është këtu në hadithin e Abdurrahman ibn Muadh at-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu, thot, në ka marrë thot ligjërim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne ishim të shpërndar thot në për çadrat tona dhe në vendet tona, pra në për qoshe, në për hije, thot dhe neve na vinte zëri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur të ishte duke folur pranë nesh. Ndërkohë thot që atë vit, thot ky sahabiu, besoj se kemi qenë më shumë se 100.000. Thua që në haxhin të mirës kanë qenë 140.000 dhe thua që kanë qenë më shumë. Pra zëri i pejgamberit sa shkonte tek të gjithë pa përjashtim. Ndër mrekullitë që Allahu xhelalu ka dhënë pejgamberit sa është fjala e Zotit inna kafejnaka al-mustehzin. Si më thënë, ata që me ty tallën do të mjaftojmë ne o Muhammed, pra do të rregullojmë ne, si më thënë. Tregon Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu. Thot ishte një grup majni me emrat Walid ibn al-Mughira, Aswad ibn Abdul Yaghuth, al-Aswad ibn al-Muttalib, Harith ibn Ghaith al-Sahmi, Al-As ibn Wa'il. Çka kanë ndodhur faktikisht si ngjarje? Pejgamberi sa i ftonte dhe nuk e merrshin seriozisht. Pejgamberi sa i çonte dikë dhe ata talleshin me të. E Zoti, kjo e mërziste pejgamberin sa pra e mërziste se dikush nuk do me të besu, nuk beson, po me u tall është e rëndë për njeriu. I tha Zoti xhella xhelaluhu inna kafejnaka al-mustehzi'in. Do të mjaftoj unë ndaj atyre që tallen me ty. Tregon Abdullah ibn Abbasi, tani kjo është ajo që është interesante. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu tregon kur Allahu i zbriti pejgamberin sa ajetin kuranor inna kafejnaka al-mustehzi'in. El-mustehzi'un, ata që talleshin thot ishte Walid ibn al-Mughira, edhe emrat që unë i përmenda, Al-Aswad ibn Abdul Yaghuth, Al-Zuhri, Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, Abu Zum'ata, nga fisi Bani Asad, Al-Harith ibn Gutayl Al-Sahmi, edhe Al-As ibn Wa'il. I erdhi Gjibrili, pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i tha, shikoje këtë, ky ishte Walid ibn al-Mughira. Qa do i bësh, i tha, ose qa do i ndodhi, tha pejgamberi sa osem Gjibrilit. Gjibrili ja boni me shenjë tek dora, mbaje mend. Pastaj i paraqiti Gjibrili alayhi salatu wassalam Harith ibn Utayl as-Sahmin. I tha, qa do i ndodhi, tha pejgamberi alayhi salam. Ai ja boni me shenjë nga barku. Pastaj i paraqiti Al-As ibn Wa'ilin as-Sahmin. I tha, çfarë do i ndodhi këtij? Ai ja bëri me shenjë te këmbët.
Walid ibn Mughira e tham, Aswad ibn al-Muttalib ja bëri thot me shenjë nga sytë e tij. Ndërsa al-Aswad i dyti ishte një tjetër, ja bëri thot me shenjë Xhibrilit, i tha çfarë do të ndodhi, ja bëri me shenjë tek koka e tij. Çfarë ka ndodhur me këto tani? Njëri mas tjetrit. Thot Walid ibn al-Mughira, ai pari që Xhibrili ja boni me shenjë nga dora e tij. Në një natë qëllon diku ku po gjyshin, po bëshin stërvitje me shtinza. Dhe i bjerë një shtinzë në dorën e tij dhe ja presin dorën. I dyti, Aswad ibn Abdul Muttalib, ju thoshte djemve të tij, më mbroni, më ruani. Ju bo si hije. Më mbroni, thot, më ruani, thot, dhe më largoni këtë që më ka hyrë në synin tim. Aq shumë kishte kruar, e thot, dhe dhimbje, sa që ja nguli vetes vet, domethënë, i shkatroi syt. Ky ishte i dyti. I treti, Al-Aswad ibn Abdul Yaghuth, thot, i doli një si puçër në kokë dhe prej asaj vdiq. Harith ibn Qutayl, thot, i plasin, si më thon, bark, i verdh, dhe prej asaj, thot, vdiq. Al-As ibn Wa'il, ndërkohë që po ecte, i ngullet një gjemë në këmbën e tij, prej asaj ju infektu këmba dhe prej asaj ka ndruar jetë. Kjo mund të futet edhe tek mrekullitë kuranore. Pra, se Zoti tha inna kefejna kel mustehzin, kush ishin këta që po talleshin? 6 persona, të 6 e psuan. Një mrekulli tjetër është pejgamberi sa sem ka pas ndër njerëzit që i shkruanin Kur'an një person për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, toka këtë njeri s'ka për ta mbajt. Çfarë ka ndodhur? Thot, ishte i krishterë dhe pranoi Islamin. Dhe mësoi përmendësh tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarën dhe surën Ali Imran. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e orientonte që të shkruante suret e Kur'anit. Pastaj e la Islamin dhe shkoi tek Bizantët, tek romakët. Dhe tallej dhe thoshte, Muhamedi më thoshte diçka dhe unë shkruaja diçka tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, toka këtë njeri nuk do ta mbaj. Thot, innal ardha lan taqbalahu. Toka këtë s'ka për ta pranuar. Thot, dhe ka ndruar jetë në tokën e tyre, dhe kur e kanë varros, sa herë e varrosnin e gjenin të nesmen mbi varr. Sa herë e varrosnin e gjenin të nesmen mbi varr. Sa herë e varrosnin e gjenin, si më thon, mbi varrin e tij dhe thuhet se e kanë djeg. Që u boj bezdishëm, i kanë vu flakën. Për këtyre mrekullive që Zoti Xhelalu i ka dhënë pejgamberit sa sem dhe konsiderohet tek mrekullitë kuranore, pra që janë përmendur edhe në Kur'an, është suratu Al-Masad. Pse numërohet suratu Al-Masad për mrekullive që i ka dhënë Zoti pejgamberit sa sem? Se Zoti, si më thon, tha për Ebu Lehebin, do të jetë në zjarr të xhenemit. Dhe Ebu Lehebi se ka pranuar Islamin derisa vdiq. Pra lajmi kur u dha se Ebu Lehebi është për banorëve të xhenemit, në fillim të shpalljes, kur doli pejgamberi sa sem për herë të parë haptas, personi që e kundërshtoi ishte Ebu Lehebi. E Zoti zbriti
tabbet yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. Pra një njoftim që është në fillim të shpalljes se Abu Lehebi nuk do të pranojë Islamin. Thonë ata të cilët merren me komentimin e mrekullive, thotë ka pas Abu Lehebi një shans në jetën e vet me udh poshtë gjithë profecinë e Muhamedit alayhis salam. Qoftë edhe duke u tallë. Të kishte thonë një ditë çka ka thonë Muhamedi për mua ose çka ka thonë Kurani për mua? Kurani për mua ka thonë që jam xhenem, po mirë, po them la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Qoftë edhe për të tallë. Po nuk ka ndodhur. Edhe kjo konsiderohet prej mrekullive. Prej mrekullive kuranore gjithashtu është suratu An-Nasr. Kur ka zbrit suratu An-Nasr me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë edhe njoftimin e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjala e Zotit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nga ky ajet kuranor, pejgamberi sa ka kuptuar se po I vjen vdekja. Për këtë arsye, kur e kanë dëgjuar këtë sure Abu Bekri radhiyallahu anhu ka filluar me qaf, sepse ka kuptuar që Zoti po jep informacion ose historia e kujt, historia e Abdullah ibn Abbasit, që e mante Omer radhiyallahu anhu me vete gjithmonë. Kur I pyetje, çfarë thoni tha për surën An-Nasr? Për surën An-Nasr tregon se Zoti do të çlirojë Mekën. Çfarë thotë tha Ibn Abbas? Ibn Abbas kjo është sura tha që njoftoi Zoti se pejgamberi sa do të vdesi. Thotë në besimtar Vashja radhiyallahu anhu, nga kjo ditë deri në fund të jetës, më shumë që pejgamberi sa thoshte në ruku ose në sejdë ishte Subhanak Allahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Thot nëna e besimtarve, kana yata'awwalu al-Quran. Përktheu në veprim ajetin kuranor. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ai thoshte sallallahu alaihi wasallam, Subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Për këtyre mrekullive kuranore që ne mund të përmendim shpejt, është mrekullia e Hudejbijës, ku Zoti në kthim afër Medinës I zbriti ajetin e çlirimit Mekës. Pra, keni parasysh historinë e Hudejbijës që pejgamberi sa u sprovu me marrëveshjen mes tij dhe kurajshitëve, po pejgamberi sa nuk vepronte nga vetja e tij, vepronte nga Allahu xhel xelalu. Dhe pati atë, le të themi në thonjza, për plasjen me kë për sahabëve. Kë pati për plasjen thonjza, debat. Për sahabëve më të mirë me Omer ibn Khattabin, që I tha Omer radhiyallahu anhu, pse të poshtrohemi në emër të fesë, ose pse na përdorin fen me na poshtru. Pejgamberi sa I thoshte, Omer, po unë jam pejgamberi I Zotit. Omeri vazhdonte, po pse të na poshtrojnë në emër të fesë? Pra po na përdorin fen. Aq shumë ka qenë mërzit Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, saqë pejgamberi thoshte, unë jam pejgamberi I Zotit, thoshte, po jo, po pse? Ku shkoi? Te Abu Bekri. Tha Abu Bekri, tha po. Po pse ta poshtrojnë në emër të fesë? Pse ta përdorin fen për të na ul? I tha Abu Bekri, Omeri tha. Tha po. Është pejgamberi I Zotit ai. Si tha? Ora është pejgamberi I Zotit ai. Aty tha Omeri, tha e kuptova që e kisha shkel, edhe thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, më vonë ka thonë, nëse ka diçka në jetën time që bëhem pishmon, është mënyra se si kam kundërshtuar pejgamberin sa sem ditën e Hudejbijës. Çfarë është interesante, në kthim Allahu xhel xelalu I zbriti ajetet e surës El-Fath. Dhe e thret pejgamberi sa sem Omerin radhiyallahu ta'ala anhu I thot, Omer, thot po, ja lexoj ajetet dhe I tha vitin e ardhshëm. Edhe më të vërtet vitin e ardhshëm u shirua Mekka. Edhe këto ishin disa nga këto mrekulli që ne të
të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i përmendëm sot me shpejtësi, inshallah taala do të vazhdojmë me të tjerat në vazhdim. Zoti na ringjall bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amin.